Veç në rast sëd për më pengon, kër një bashkë më shatarin imi në atë kohë, sëd, më theth mu qak, pse s'ke bo ma shumë, që e mu më pengon sëd ma shumë se në atë kohë. Kër a i ka qenë bashkë më shatarin jemi, ose në shtada ma i rritën se unë, e a i më thonë se mu, pse s'keni bo ma shumë, gjdo kush do të mas formi apo veti. Pse ti si ke bashku luftës? Qa të ka pengu ty? Po, tash në liri është shumë letë me folë. Në liri mundë me thonë që ka dojmë, është që jemi të lirë, që kanë drejt njerëzit më shprej që ka dojnë me folë, që ka dush, a moraliteti e këndryshe. Gjithë kanë mujtë me ato mundësi që e kanë posë, me ju bashku ushtëri shlirimtare, me do kontribut, edhe pse kanë dojnë një pjesë e ma, edhe pse nuk do me thonë tonë që s'kanë posë arme, që në konë direkt kyqën, kanë ndimu ushtërinë, një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Dikush me ushqim, dikush me strehem, dikush ka posa njerë që kanë qenë mjek, kanë qenë infermjerë, kanë ndimu në gjitha aspekt. Po, një pjesë e madhe nuk kanë posë godzimin më fut në radhët e ushtërisë shlirimtare të Kosovës. Sot, i dëgjoj si ka pak e fynë ushtërinë, kanë shturp me fy ushtërinë shlirimtare, në qoftë se e ke fy ushtërinë, dhe me thonë ti e ke fy gjakun, e ke shkel gjakun e dëshmorëve, e ke shkel sakrificën e ushtarëve, kështu që është gjëna, me mendu ato e limo me i folë. Por atin në zona tjera, nështë ka mujtë me o prish, se në zonë Drenicës, në zonë Dugaxhinit, në zonë Shalës, për ceku që të tri zonat që në komat dhesta, ato të veçra atijave që o prish në fillim, edhe kështu që në zona tjera nuk mëj me full se nështë në Prishtinë o ka prish, nështë në një vend tjetër, po flasë pa keq kuptim që e përmena Prishtinën. Po, të na jo, në zonë ku im kondone, në rrethin ku im kondone, nuk mëj me cek në kanë që i ka posë qash mirë gjendjen ekonomike, gjendjen familjare, që ka posë privilegje që me dhezjen e luftës ati ju ka prish ratia, nuk besoj. Mund me kondër sa 1%, nuk me thonë në aqë. Drenica o kënë gjithë herë kundër okupatorit sërbë. Me thonë prej Shaba Pëlluzhës e rënë, kanë qenë luftat që e kanë kundërshtu sistemet e qetnikëve sërbëve, malazezve. Edhe kështu që u konë një loj, edhe Serbia ka posë Drenicën si pikqender dhe mendjes për sulme, për vrasje, për gjitha këtë gjona, edhe kështu që në Drenicë ka fillu, po nuk do me thonë që ka fillu në Drenicë, edhe ka përfundu në Drenicë. Në Drenicë ka fillu ko thelbi, u konë thelbi i ushtrisë shlirimtare të Kosovës, u konë thelbi i formimit të ushtrisë. Pastaj është hapë në këtë zonat e luftës në Kosovë, thamë, nuk është edhe në Prishtinë që su luftu, po jo në Prishtinë, në zonat Prishtinës po. Nuk ka vend që su përek, po mobilizimi ka qenë, si që po thua tash statistika 1%, edhe po që të pak për nëllë apo këjtuna që nuk o konë në regull. Dhe ishtë ma shumë e posë mobilizim, po nuk e di faktorët, thëjnë një fjallë popullore, tuta s'ka i loqë. Nuk o kur fa i loqë, as bletë me por, as qaj ashtë.